Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur këtu në Odon. Për çdo javë kemi thënë se kemi personazhe, mysafir tepër të veçantë, që bartin në kurrizin e tyre krijimtari të ndryshme, përvoja interesante, që bëhen pista rrëfimi për rrugtimin ton, për rrugtimin e gjeneratave të reja. Dhe një ditë, duke dëgjuar, duke shijuar, duke shikuar këtë, ata mund të thonë, për këtë gjë, kështu mund të bëjmë, sepse pas ka bërë njeriu që ka përfunduar me sukses të jashtëzakonshëm. Një mysafir tepër i veçantë, i rrallë, një mik edhe imi i vjetër, vjen sonte për të na rrëfyer një jetë tepër të veçantë, tërësisht në shërbim të familjes e të atdheut. Zonja dhe zotri, për ju, për ne, për të gjithë, magjister, profesor i nderuar Shefqet Avdimetaj. Hajde, Shefqet. Shefqet, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. A ta dhënë dorën edhe herë si me thonë, mirë se erdhe, ma mirë, veç me mirë se erdhe. Faleminderit shumë dhe mirë se u gjej. Si je burri dheu? Mirë faleminderit, shumë mirë po ndihim këto ditë në Kosovë. Më shumë në Oslo, a në Kosovë, a në Shqipëri? Më thonë të drejtën, unë jam pak i shpërndar. Tani, pothuajse në mënyrë proporcionale jam në të trija vendet. Nga pak. Nga pak. Edhe, normalisht, po mbushesh, po përmbushesh, po Po knaqesh. përmbushem, po knaqem. Janë ditët që i ke synu të jetën. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Në Shqipërinë mëm që e ke pas qash nga atë se ke pa kur, deri në 90-ën, a mos ke dalë ma heret? Jo, nuk kom dalë ma heret. Jo, a? Nuk kom dalë ma heret. Se më kanë thënë plota në nga deqanin, nga rrethi juaj që nga një herë, e kanë provu sa me dalë, me për lisa, me pa. Me thonë njërë më të sinqerë, kur po përmen këte, kam provu, A ke provu? kom provu, më kanë zanë, nuk kom ujtë. Në Kosovën tonë Republikë, për të cilën absolutisht prej që e bo me ditë, ke frymue, je munu me bo diçka për të, s'je nalë kur, një ditë, shkoku edhe asaj, kërkese u du pak me ikë prej venit. Zotri Shefqet, juve në realitet, sa vite të bonë në Oslo? Shumë? Në Oslo më bonë 38 vite. 38 vite, ma shumë atje se këtu? A i del qashtu? I del? Ma shumë atje se këtu. Ma shumë atje se këtu. Mërgjimtar. Mërgjimtar. Edhe i pa dakorduar as një herët që të mbetesh mërgjimtar. Sa herë i ke thonë vetës, veç edhe si vjetë edhe këthejna? Vetës i kam thonë shumë herë. Nja 38 herë. Ndoshta edhe ma shumë. Të qytë e tjetë viti fundit, po jashtë nuk ndodhi, ndota enda. Po bukur shumë, tash se kemi problem. Jo, tani është afru Kosova. Se tash njerëzit japin pare me shku me pa Oslon, japin pare me pa Evropën, atë e ke pa, e ke kështu e botën e... Dhe problemin e kina pas kër hipshim aeroplanit qysh me ardhë këtu, qysh me zbrit, se na pritëshin këta dajt e Serbis që na bëjqin lëmsh. Shumë e vërtet. Me pas punën si ti, besa edhe na shtishin burg. Po. Çdo herë ishte rrezikuar. Mirë shumë. Paka shumë tham diçka, po du mu kthy në fëmirin tone. Ju jeni prej Strelcit të Deçanit. Prej Strelcit të tepër të Deçanit. Në një kuiz dikur, qajo shkollë ka mujt u pata mërzit një avë ditë këm kajt. Unë kam qenë me shkollë tjetër, ata kanë qenë shumë të fortet mirë. Jeni kanë të mirë, edhe shkolla e Strelcit, po sidomos gjimnazia i Deçanit më pas. Po, si e kujton fëmirin tonë në Strelc, kështu? Po, fëmiria e jonë në përgjithësi në atë kohë ishte, pothuajse e njëjtë për të gjithë. Ishte një fëmiri jashtëzakonisht e mirë, ashtu e kujtoj. E mirë. Me pak gjëra, po shumë të kënaqur. A ke pas një lodër që e man men, me cilën ke lujt pak? Neve në atë kohë, si të them... Falë lirisht, veç për të anëri që pak mikrofonin. Si të them, zote Naim, në atë kohë ne kishim, si fëmi, kishim shumë dëshira, por kërkesa kishim pak. Dëshirat ishin më, kërkesat ishin jo shumë. Pse? Pse e dinim që ato dëshira nuk mund të realizohet. Nuk boshin. Ishin ma shumë dëshira imaginative. Por më kujtohen shumë gjëra, e kishim të zhvillu me imaginate. Ne, kur nuk ishim top të futbolit, me disa qerape, e maronim një top të futbolit. Një top edhe luanit. Edhe luanit. Improvizonit. Improvizonit.
Po kështu në për oda hynit ndonjëherë me I dëgju çfarë flasin të vjetrit, rrëfimet të tyne, të kujtohet ajo gjë? Ajo gjë më kujtohet jashtëzakonisht mirë, në odat strelëcit ka pas burra jashtëzakonisht meqë, që njëherë ka mujtë me mësu nga ta, mirë po ne kemi pas atje në oda quhen një vend si Trapazan. Aty, deri aty mund shkojshin të rritës e fëmijë. Bëll, sa me ngu. Sa me ndëgju, ma tutje jo. E di që këtë Odeonin që unë ja kam vënë emrin e misionit që veç për I bën 16 vjetë, e kështu, qështu ka qenë, që nga Pellazgia, një liri e kështu, kanë folë të mençurit, radha e parë jënë konë që shtrujnë pyetje, radha tjera kanë dëgju, edhe kanë mësu. Shumë e vërtet. Dhe kush kanë qenë themi, rrëfimi motivus për ty në aspektin kombëtar? Dëgjoje çka flisnin për lirinë e dëshiruar, për atë që Kosova duhet bëhet kështu? Dëgjoja jashtëzakonisht shumë ata të cilët ishin vërtet edhe pjesëmarrës të shumë ngjarjeve që ata I kishin përjetuar. Keni pas ju plot. Që kishin pas rastin që ta kenë shembull Musafir Azembejtin mes tjerëve. Domethënë për aty në plezhje ti mund të mbanin mend ata, flisnin. Mbanin mend ata dhe tregonin shumë gjëra. Kështu që edhe njeriu kur duke dëgjuar ata me vëmendje, njeriu edhe jo vetëm që mësonte shumë, por edhe frymëzohej nga ata njerëz që të mençur, frymëzohej në aspektin kombëtar. Po si ishte jeta një gjimnazisti në Deçan? Gjimnazi I Deçanit ka qenë gjithmonë një lloj qerdhe, apo me thonë një baqe, mbëltimit të kuadrove shumë të fuqishme më pas në Kosovë. Si ishte jeta një gjimnazisti? Jeta jote konkretisht? Jeta ime konkretisht edhe shumë të tjerë mendoj. Unë të jesh në zënës e gjimnazit Vëllezërit Frashin në Deçan në atë kohë ka qenë një privilegj. Ishte një gjimnaz ku respektohej spari, rendi dhe rregulli. Respektohej profesori. Ajo që ka qenë më mirë në atë kohë, që më nën shumë mirë sot, stafi I profesorëve ka qenë komplet I diplomuar në të gjitha lëndet. Edhe janë kthy plot prej Prishtine me forcu gjimnazin. Ka pas shumë profesor që kanë këtë, vërtet. Edhe pastaj prapë në diku në Prishtinë. Pastaj, disiplina ishte në nivelin e duhur. Në orët e mësimit nuk kishte shansin nxënësi të ulet në bankën ose në karrigen e tij pa uniformë. Çka të ka pëlqyer më shumë, nga shkencat natyrore apo shoqërore? Shkencat natyrore, edhe drejtim e kam kryer shkencat natyrore. A prej kësaj e zgjodhe bujqësinë? Apo si erdhi regjistrimi në fakultetin e bujqësisë? Them realisht kjo është pak histori më e gjatë. Dëshira ime ose ëndra ime si gjimnazist ka qenë që të studioj shkencat politike. Por shkencat politike në atë kohë nuk ishte në Universitetin e Prishtinës. Janë Beograd, janë Zagreb. Ja, Beograd, janë Zagreb. Por nuk kushtet ekonomike nuk e mundsonin një gjë të tillë ose realizimin e një ëndre të tillë. Bujqësinë e kam zgjedh për arsye se ato vite Fakulteti I Bujqësisë ishte një fakultet jashtëzakonisht me perspektivë të mëdha. Se gjithë që e krynin... Po përgatitëshin kuadrot? Kuadro. Veni jonë tokë bujqësore blektorale, apo blektorale bujqësore? Shumë e vërtet. Edhe si shkak e asaj, e zgjodha fakultetin e bujqësisë. Për çka nuk jam I peshman asnjë minut. E je I lumtur për jam shumë I lumtur. A ke qenë student I shkëlqyeshëm? Kam qenë një student jashtëzakonisht I mirë. Jashtëzakonisht I mirë. A për çata të bën kryetari I NIA çka? Për kryetari I NIA më kanë bë shokët. Shokët me të cilët kishim një mirë kuptim dhe se në atë kohë që ti jesh kryetari I NIA duhej shokët edhe që të ketë një mirë besim. Se ato ishin kohë të vështira, na jemi jo dini vetë që ishin kohë të vitit 1981, ishin kohë turbullira, që ku ta di unë, pa mirë besim nuk mund të bësh. Me shokët e mi, qose më lejohet mund t'i përmendje dhe ata shokë. Po thuj lirisht edhe I falenderojmë tani kur ti krysh ti kena me I dur trokit. Unë duhet të veçoj
i merë Sinosin, tani Profesorin i nderuar dhe respektuar fakultetit që bujqësi. flet e bërtet e qirët në kuptimin më pozitiv gjithandej që o na shkoj toka, o u shkatru bujqësia, o s'kemi blegtorie mund ta bëjmë e kështu me radhë. Flet tamam si shkencëtar. Shumë e vërtet. Është një prej zërave më të mëdhenj të sa i përket bujqësisë. Po, s'dojna me lavdu ma shumë, po shkojmë tutje. Halit Shalën, më të cilin kom pas rastin edhe të banoj. Halit Shala në Amerikë. Halit Shala në Amerikë. A i në elektro, po qka, sepse atër keni qeni gjithë kryetarët e rinisë shkëlqyshëm në për universitete, se janë edhe Ahmet Shala, plot të tjerë që... Po, nuk munda me lanë pa përmend edhe zotëri Ilir Tolaj. Ilir Tolaj. Në atë kohë ishte edhe Flaka Soroj, ka qenë studente për rektore në qofse e majnë mend, i ndjeri shoku i ngushtë, cili vërtet në ka dhim të gjithë Shaban Kastrati, po tash nuk mund kam qora pa të përmend edhe ty se ti aty ishe, se ishe student për dekan i fakultetit. Isha Majri se ju, mos do me më zjerë të moshës juve ju. Jo, nuk mund, i vetëm ishe aty, më kujtohet ato aktivitetet tua. Ju shko isha për mas, ju kështu qa po boni e kështu në fillim, i kisha me dyshjet e mija, a bën as bën, pse duhet, po pastaj ma mirë t'hi mrena, e marrëm kalon për mrena. E marrëm kalon për mrena, bravo. Kënë të gjithë dhe ju apim shumë dorë të tipje se absolutisht se i cilin në lëmin e ti është personazh i veçantë. Cilat kanë qenë sfidat me cilat je përballë, jo vetëm si kryetar, po edhe si student në përgjithësi. Edhe çuçi ke kalu? Po si student, sikur gjithë studentët tjerë, megjithëse ishte kohë trubullierave, të gjithë kishim sfida. Por është fakt që ato sfida i te kaluam së bashku me mirë besim. Sfidat, në qofë se anisim në aspektin shkencor, fakulteti bujqësisë çdo herë ka pas në atë kohë probleme me literaturën e mjaftueshme në gjuhën shqipe. Nuk ishim. Atëherë. Ishim disa skripra, disa me shënime, me dispensa, por këtu nuk munda me kalu pa i përmend profesorët e çmuar, të respektuar që gjigant, shtylla kombëtare të shkencës. Vërtet të mëdhenj, që emocionohem vetëm kur përmendi emrin e Remzi Bakallës. Remzi Bakallës. Së mund është me të Bashkim Kabashit, profesorin nderuar, Ismail Pereva, Latif Susuri, pastaj mikun tim të ngushtë me të cilin përposim më lidhi puna këtu në Kosovë, në universitet ose në fakultet të bujqësisë në atë kohë, me profesor doktor Garin Bajskin Tëndjerin, cili pastaj erdhi në Norvegji. I meri e këtave që ishin një asistenta, ishin tash në... I meri atheve kështë fillu punën si asistent dhe profesor Gania, dhe si mas ati... Shukri Fetahu? Shukri Fetahu, ishte asistenti... Kone kemi harru, i kërkojnë falje dhe i duar trokasim, absolutisht. Si të deshtë me i kërët? Goxha herët, 1988, a? Bravo, me 1988 ika nga Kosova. Në atë kohë, ne imponoja si mësimdhënës në gjimnazin Vëllezërit Frashëri. Po më herët kishe punu edhe në podjedh, me entuziazëm, me dëshirë, me... Tash isha agronomi diplomum. Po, në podjedh kam punu një vit, dhe pas ati viti, që përfundova, dhe më thonë që viti 1983, në viti 1984 fillova punën në U lumëturuar prindrit kur diplomove, familja, rreti? Gëzimi ishte, s'kishte kufi. S'kishte kufi. Isha e ri, dhe vërtet prindrit e përjetuan një fryt të tyre që kishin prit me vitet të tëra. Në gjimnazin më kthyet ajo që më pyetet pse gjatë punës në gjimnazë më thonë të drejtën e kam pas një filozofi pak ma ndryshe, kam qenë pak i bukur shumë i afërt me... Tash ishin për vjetorët, mas vitit 89, dhe sigurisht qanej ke ngri. Po. Edhe, unë kam qenë pak a shumë në sy, edhe si student ku kam qenë, se kanë marrë disa e policia e kështu më radhë, mos me hyjë shumë në atë histori, por... Në gjimnaz filluan disa peripetit të cilat më thonë njën më sinqert nuk i presja dhe
shumë herë me morën e pyetje Biseda informative. si quajnë ata. E ato përfundojshin me formalitete? A din atë formalitetin e Sabriutit, koqo dëvolës? Me të mënyrën më të sinqert, jo. Jo. Ajo nuk më kanë. Me po presioni psikik ishte i Presioni madh. psikik ishte jashtëzakonisht i madh, isha në përcjellje, në çdo kohë e dinin ku jam, ku po shkoj, ku po rri, edhe filloi të bëhet pak e tepër, derisa një ditë, prej ditësh, drejtori... U dashtë me vendos me ikë. Po thjesht drejtori i shkollës... Si dervishaqa një ditë. Si dervishaqa një Një ditë. ditë. Ajo pjesë në. U mërzite? Shumë. Kur e morë vendimin? Shumë. Apo nuk e dije ku po shkoje? Nuk, unë isha i përgatitur të udhtoja në të panjohur. Në të panjohur. Në të panjohur. Po niseshe dhe nuk e dije ku po Dhe shkoje? nuk e dija ku do mbrija. Shkove drejt në Oslo, apo Shkova drejt, po nga Gjermania në Oslo. në Gjermani, në Oslo? Ishe i martu? Isha e martuar, Kishe fmi? e kisha një djalë, Reisin, që ishte vetëm 6 muaj në atë kohë. 6 muaj. Edhe këto më duhet ta përmendje edhe këta. Emrin Reis ja kemi lënë së bashku me Halit Shalin. Reis Malile. Reis Malile, Ministri jashtëm I i Shqipërisë Shqipërisë. tona. ishte kuha të hëtë parë, që të ardhë në vizit në Macedoninë atë kohë. Edhe ja vutam në Reis. Edhe e vu me emrin Reis. Reis. Ha, shkove në një botë shumë të panjohur, sigurisht mërzitesh shumë, edhe pastaj fillojnë sfidat, fillojnë... I kalove lehtë? Jo. Diplomën e kishe me vete? Diplomën e kisha me vete, të vetëm burim të pasurisë, nëse mund të them. Që e kishe me vete? Që e kisha me vete. Aty filluan sfidat shumë normale, shkon në një vend ku nuk njihet gjuhë. Qa ke punu mas pari atje? Mas pari kam punu në mënyrë vullnetare, masi që na ka vendosur një kamp refugjatëve, i kam mbledh disa prind që kishin fëmijë që ishin për shkollat, domethënë në moshën që me fillu klasës barë dytë, edhe i kam me fillu që t'ju maj mësim Ju në mbajt gjuhën mësim. shqipe. Në gjuhën shqipe. Kjo është puna ime vullnetare. Dhe më pastaj shpresa, dëshira, mi u rrok studimeve që nuk i kishe lënë përgjysë, ti kishe diplomue i shkelqyshëm e kështu, por ku është magistratura, ku është doktorata që shiheshin si ëndra në vazhdimsi. Kur u përpoqe me profesionin tënd, bujqësinë realisht? Për para se të shkoj të ajo, në që të lejohet na em të them, është që si sfida më madhe dhe pengesa më madhe që duhet e kaluar ishte gjuha. Gjuha. Të them sinqerisht, jo për më lavdëru, por jashtëzakonisht shpejt e kam rrok gjuhën. Shumë shpejt e kam mësuar gjuhën. Edhe pastaj jam regjistruar në Fakultetin e Shkencave të Jetës, që i thojnë në Norvegji, ka një emër jashtëzakonisht të bukur. Të bukur Shkencat e Jetës. Fakulteti i Bujqësisë realisht. Fakulteti i Bujqësisë realisht, edhe aty Çka regjistrove? Ta pranon këtë diplomën apo u desht me bën nostrifikim të gjatë? U desht të bëhet një nostrifikim jo shumë i gjatë. Jo shumë i gjatë. Për këta e çmoj punën e profesorëve tanë, punën e Universitetit të Prishtinës. Ishte bazë mirë? Ishte bazë e shkëlqyeshme. Jo e mirë, por ishte bazë e shkëlqyeshme. Domethënë, Universiteti ynë i Prishtinës ishte bazë shkëlqyeshme shkencore që ti shpejt mund gjit në shkenca në Norvegji. Shumë e vërtetë. Aty regjistrova regjistrova politikat bujqësore, një lami dhe organizimi i punës. Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Dhe pastaj fillova të punoj, por jo në profesion. Do më thonë, kjo ishte rrugtimi i juaj kështu profesional këtu. Kur magjistrove? Në qëtë periud? Jo, ma vonë. Ma vonë ke magjistrove. Qëfar ndryshimesh ke vërejt në sistemin arsimor në mes Norvegjisë dhe Kosovës në atë kohë, edhe çfarë ndryshimesh vren sot? Se unë e di që përpiqesh të jesh në trend, në lëvizje, në... I përcjelli me aq sa mundem, por unë mendoj që
sistemi tani ka pasur shumë ndryshime me këto sistemet e boljonit se këto që ne nuk I kishim në atë kohë, por gjatë studimeve në Universitetin e Prishtinës, ishte vërtet studiohej. Nëse kena mësu kimi tamam. Kimi, biokimi tamam. Fiziologji, fiziologji tamam. Se I keni pas Julio, anatomi. I kemi pas gjitha këto, po. Mikrobiologji këto. Mikrobiologji kështu me radhë. Kur ke magjistru më pas? Në qoftë se më lejohet të them vetëm pak në mënyrë kronologjike, nuk do të marr kohë shumë. Pa problem. Pasi që u punësova në entin për punë dhe mirëqenie sociale. Aha, u punësove këtu tash. U punësova unë në një punë tjetër, ishte punë, domethënë në një institucion shtetëror. Kështu punë fizike më herët ka ra me punu shumë? Do thonë realisht kam punu. Ke punu ka. Jo shumë, po pak. Po ka pak. Kam ka ra. Edhe me shtatje e ke përballu. Po edhe aty kam punu në profesion. Kam punu prapë me lakra, me domate, me gjana. Edhe gjatë... Kur fillove në entin për punë, dhe mirëqenie sociale? Në entin për punë dhe mirëqenie sociale, fillova punën si këshilltar komunal për integrime. Në Oslo? Në Drammen. Në Drammen. Një 25 km nga Osloja. Edhe tani nuk kam qarë për parë lavdru pak veten, se lejohet me lavdru veten. Në realitet nuk kemi thirrë me lavdru veten, po veç me na kallëzu drejt. Qysh ke pas sukses në jetë? Që kjo është e rëndësishme? Unë, pasi që punësova aty se këshilltar, e bëja një punë sipas udhëheqjes që kishim aty, një punë jashtëzakonisht mirë. Për më ardhte ajo të magjistraturës, të niveli magjistraturës, edhe aty puna ma ka sponsoru, ka thonë që mendojmë me të avancu, po për këtë avancim, duhet të kesh këtë kualifikim. Duhet me mësu, hale, me studiu. Edhe jam regjistru në fakultetin në Universitetin e Dramenit, edhe pas një vit e gjysë e kam kryer. Ke magjistru. Tem diplomës sa ke pas? Aty e kam pas temën e diplomës udhëzim dhe udhëzimin dhe perspektivat organizative. Në udhëzim dhe perspektivat organizative. Bukur shumë, se më interesante kjo. Tani vjen një periudhë, në realitet pas 2 vjetësh që ishte në Norvegji, fillon organizimi ynë politik. I gjithë mbarshëm. U ingranum, u regjistrum, e formum një herë, me programe me të gjitha, Lidhjen Demokratike të Kosovës, me kryetar Ibrahim Rugovën. Dhe ju jeni nga ata të partë apo I pari që zgjidhesh kryetari I LDK-s? Unë jam I pari që zgjidha si kryetar I LDK-s dega në Norvegji. Në Norvegji. Ishte ishte një periudhë që edhe kishin ardhur plot intelektual, gazetar, njerëz të njohur në Po, ishte një periudhë që fal atyne që ishin ardhur fatkeqësisht që pritej nga masa që të bëhet një organizim. A ka qenë Milajm Zeka pjesë ati grupit që po bashkëpunonte për themelimin e LDK-s në Oslo, apo? Po. Apo e kam gabim? Nuk e ke gabim fare, Milajm Zeka ka qenë se ne formum një grup iniciues për formimin e degës. Po, grup iniciativ. Një nga ta ishte edhe Milajm Zeka, kishte edhe shumë të tjerë, I hynë hak në qoftë se nuk e përmendi edhe një shok tonin tjetër që quhej Enver Seferi. Enver Seferi, ai I ka dhonë jashtëzakonisht zjarr kësaj pune. Tan jetën, kështu që e ka bërë një punë jashtëzakonisht madhe, ishte Milajmi, isha unë, ishin si thash edhe më parë, Enveri, kishte edhe shumë të tjerë që më vjen keq që s'munda ndoshta tani më. E që I përshëndesim veç me një dorë të tutje të madhe për punën për ato që kanë bërë. Ka që që kryetar, duhi punë, duhi përkushtim, dhe sigurisht ki përvoja në këtë. Sa vite ishe kryetari I LDK-s në? 3 vite. 3 vite, që ato 3 vite të para, ko gja shtira, me vnu, me ato ishin më shtira, për mi stabilizu pak, me fillu punën. Si e kujton, si arritët se ideja ka qenë që përveç ingranimit të shqiptarëve sa ma shumë, ideja ka qenë kontakti, bashkëpunimi, vënja e linjave të bashkëpunimit me qeverin, me farë ministrash, me grupe politike, parti politike, kështu me. Qëfar përvoja shkejnë këtë dritim?
Para sa ta them këtë, e harrova ta përmendi një njeri jashtëzakonisht rëndësishëm të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Fatmir Zemberin, A Fatmirin! që ka qenë një prej aktivistëve më të mëdhenj LDK që ka pas. Një 9 vjet pa nal hiç. Nuk ka ditë mund dalë. Ai s'nalet edhe sot. Asot sigurisht. Edhe meriton me Eduard Rokic për suksesin e biznesit e në jetë. Na di që ishim të sigurt, ishim të sigurt që kur të vim me majt koncert atje, e kemi në rregull se Fatmiri na i siguron mikrofonat e mirë, në sallat e mira, edhe sepse ai në realitet ishte edhe artist, ka qenë muziktar e kështu në Gjithkund e ke pas. gjithkund. Tani neve pas atij organizimi të kthehemi te pyetjet e takimet e këto. Takimet e këto. Se tash ti ishe edhe magjistër, a? A ishe magjistër? Ja, nuk isha magjistër. Akoma si se. Po gjuhën e njihje mirë. Gjuhën e njihje. Kontaktet mu ishe me i vnu me... Kontaktet I kemi vendosur jashtëzakonisht shpejt dhe mirë. Me politikën, me qeverinë? Me qeveri, me politikën, nga ministra, nga zëvendësministra, personalisht kom pas takim edhe me ministrin, me kryeministrin e Norvegjisë, zotrin Torbjørn Jagland, që pastaj ishte edhe kryetari I Këshillit të Evropës, me kryetar partish, me ministra, me zëvendësministra, me gjithë, se punonim shumë për sensibilizimin e çështjes së Kosovës. Shqiptarë në Kosovës. A si u pranonin ata në fillim? Befasoshin, kishin njohuri? Ishin pak skeptik në fillim, por të them sinqerisht, jashtëzakonisht shpejt kemi depërtu dhe jashtëzakonisht na kanë prit, pothuajse në çdo kërkesë që kemi bërë në takime me ta, shumë rrallë ose asnjëherë nuk ka ndodhur që të na refuzojnë. Kur vinte Rugova edhe këta politikaj tanë që vinin nga Kosova, sigurisht luftonit shumë, synonit që ti takoni me kryeministrin, se Norvegjia është edhe mbretëria, po? Po, Norvegjia është mbretëri. I ke taku në një herë? E kam taku princin e Norvegjisë, e kam taku jo atë mbretin, princin po, që atë e kam taku. Kjo nuk është pyetje, e kam shumë të freskët, e pash Albinin me mbretin Charles në takim, dyqysh su fol fare, edhe unë u vunan me dyshje, janë takua apo jo, se takimi me mbretin Charles është gjë shumë e madhe, edhe ishte shumë e bukur. Po kthehemi atje ku ishim. Okay. Përveç takimeve, a arritët ndonjë sukses në faktorizimin e problemit ton, në kërkesat tuaja që pastaj dilnin nga apo qeveria, apo partit politike, si një lloj shqetësimi që çka po ndodh në Kosovë, dhunë, është robëri, që Miloševići po I bën të gjitha të zezat atje, kështu, arritët në këtë drejtim? Ta them të drejtim, kemi arrit që ta them atë tabu se Norvegjia në atë kohë ka qenë më shumë e lidhur me ish Jugoslavinë. Kanë pas marrëdhënie diplomatike? Kishin marrëdhënie diplomatike. Për neve ishte rrugë jashtëzakonisht e vështirë, por arritëm që ta them ataku dhe depërtum që shumë nga politikan atëhershëm që ta ngrisin zërin pikërisht për çështjen e Kosovës dhe të shqiptarëve në Kosovë. Aktivitetin tuaj se keni nal asnjëherë? Kur? Gjatë kësaj periudhe fëmijët edhe po rriteshin. Po. Zonja punonte? Zonja punonte dhe studiante. Çka ka studiu? Zonja ka studiuar shkencat në psikologji, plus edhe ka mbaruar për të drejtat e njeriut. Edhe për të drejtat e njeriut. Dy gjëra shumë të bukura edhe për psikologji që pas ka mbaruar mrekullia. Din se nuk ka edhe bashkëlet me të qëndru afër, pa pas një qasje psikologjike, me gjitha ato kërkesa, flas. Njerëzit si ju, zotri Shefqet, ka rastisti takoj edhe të bisedoj edhe me familjet e tyre, për shembull që I ka qel mëngjesi në Oslo, e mbrëmja në Gjenevë, se nesër do të kemi protesta. Dhe këto kërkesa janë kogja e kanë rëndu edhe jetën e po themi të zonjes e të fëmijëve, se shpesh herë edhe me I marrë me vetje, me I nalë pe I shkolle. Do më thonë, për që ata, Uankova në më të gustone, që ka hjek me ty, sigurisht gogja. Më thonë, realisht, bukur shumë ka hjek. A bukur shumë ka hjek? Do të flasë? Se unë isha jashtëzakonisht I angazhuar, udhtoja shumë, lëvizja shumë, ishin 3000 pyetje, pastaj plus kishte punën. Me eduku, me punu.
Me I rrit, edhe me studiu. edhe me studiu. Dhe më thonë, ishin punë jashtëzakonisht të vështira, por që ja doli. Bravo I qoftë, ja Ja, doli. pas ke thonë barazin veç. Ajo 4 sene ti... Po, Ja. I kemi ndo, i kemi Ditë të vështira, unë e mbaj mend kemi ardhur në koncerte, se edhe për ju kanë qenë të vështira, sado që jetonit megjithatë në kushte shumë më të përparuara, progreduara, një kualitet I jetës, po kualiteti I jetës tuaj në realitet ishte I barabartë me tonin se vunim njëjtë. Do më thonë, unë I kom pa që për plot njerëz si puna juaj që s'kan ditë më ju gëzu asgjëje para shlierimit Kosovës. Në ditët kur filloi lufta armatosur në Kosovë, janë ditë e vite, kështu, jenë ngranu përsëri, ke qenë aktiv. që nga momenti që ka fillu lufta në Kosovë, ne më njëherë kemi qenë aksion. Më njëherë, pa pit as të një ditë, as të një orë. Kemi fillu me aksionin atko ka qenë ndihmë për Njëherë ndihmë për shtetin, ndihmë për shtetin. Pej 3%. Po 3% që kuptohet ajo. po, ndihmë për shtetin direkt, Për shtetin. pastaj vendlindja thret, Vendlindja thret, pastaj e kemi pas edhe një ndihmë të posaçme ndihmë për Drenicën për kur filloi Veçantë, veçantë kemi pas, domethënë do të gjithë kohës kemi qenë të angazhuar për çështjen e vendit as sa kemi mujt. e vendit. Ku gjeti liria? Në Oslo, apo veç kishe ardi ku të këndej? Liria e më gjeti Unë e quj 12 qershorin, ditën e lirisë, kështu. Qa ditë jemi dalë, tamam, kështu mua më ka gjetë në Oslo, në Norvegji. në Oslo, në Norvegji. Dramen, faktikisht. Po e prisjem, me padorim sigurisht. Po e presim. Bile më kujtohet, për para 12 qershorit, isha duke ardhur nga puna në mbrëmje, në ora 8, kur kam dëgjuar në radio lajmin që Javier Solana ju dha shenjë Urdhëroj aeroplanëve që ta bombardojnë. Aty mu ka dash me nal pak detyruar edhe me dal me pushu një grej. me pushu pak? Me pushu pak. Qajte? Shumë. Jo pak, por shumë. Nga gëzimi. Nga gëzimi. Që po ndodh kjo. Që po na Po ndodh. familjen e gjerë, ku e kishe këtej? Familjen e gjerë e kisha në fshatin Strelc, kisha nënën, babën, motra, 2 vllazër. Përfundun në Shqipëri apo metën në përmale dhe në fund në shtëpi? Një kohë ishin në përmale, por është e vërtet që përfunduan në Shqipëri, Në Shqipëri. në Durrës, po. Se ju avdimetajt edhe jeni shumë. Jemi ma hadhë shumë e madhe që thënë. E që dhe keni shumë kuadrë intelektuale. Në gjeneratën time, pak më I vjetër, Zenun Avdimetaj, me Po sa e di Zenuni është kushëri. pediatër, ha? Pediatrën pe. Pastaj Ismaili është Ismaili është internist, është, ha? internist, bravo. E kështu me radhë. E kështu. Unë I njoft atë mjekësisë, ti dush me njoft Ta ta tjerët. Po. Me bomës me tushit biletat në deqan, me I thirë Avdimetajt e mushin. E krym. E kry. E krym, me Avdimeta e krym shumë punë. Se keni problem. Se ken problem. Ka një diçka shumë interesante. Shpirti, zemra, s'tu kanë da asnjëherë edhe nga fakulteti jot I bujqësisë. Ke majt kontakte me profesorët, me shokët e tu, me ata të gjeneratës edhe më të re, si I meri e të tjerë, dhe është interesant se jenë nga ata shkaktarët e mirë të vënjes e një kontakti, ka qenë një profesor, do më thonë, unë po e bëj si pyetje, I cili ka bërë gjëra të jashtëzakonshme të bashkëpunimit mes dy universiteteve, apo? Ishte me profesor doktor Lash Sheflot, ai me të cilin ne vum kontakte. Kontaktet e para I kam bërë unë me të, në Universitetin e Shkencave të Jetës, pastaj është angazhuar dhe profesor Indjeri, profesor doktor Gani Banjska, me të cilin I kemi bërë kërkesa direkte profesorit. Çfarë rezultate solli ai? Rezultati ishte jashtëzakonisht I madh. Nëse nuk gaboj, në atë kohë ishte me marka, ka qenë diku një projekt për rehabilitimin e bujqësisë dhe stafit akademik të bujqësisë, diku ka 4 milion marka. Kjo me njëherë mas luftës. Me njëherë mas luftës, që ka ndarë në fakultetin e bujqësisë. 4 milion marka. Po. Profesori nderuar, ju edhe profesorët. Edhe profesorët.
Keni vazhdu bashkëpunimin, se unë e shoh që profesori Meri edhe të tjerë vinë në vizita, si ti quaj, shkencore, studimore, vazhdon bashkëpunimi? Bashkëpunimin kur nuk e kam dalë, sidomos me Fakultetin e Bujqësisë, me Merin, me profesor Shukrin, këto edhe ky bashkëpunim nuk të ndalet kur, do të vazhdojë derisa të jemi gjatë. Shukriu e nxori një kultivar, i Meri veç për na flet shkencë sa po mundet e na ka përzisë, se ne kuptojmë na krejt shkencën që thot ai. Jo, nuk është edhe lehtë. A nuk është lehtë? Nuk është edhe lehtë. Një jetë kushtuar atë dheut, venit, familjes dhe sidomos fëmijëve. Sa fëmijë ke? 3 fëmijë kam. Janë rrit? Janë rrit. Kanë mbaruar studimet? Kanë mbaruar studimet, qytetet. Punojnë? Punojnë, qytetet kanë mbaruar. Çfarë kanë studiu? Qytetet e kanë mbaruar, e kanë domethënë nivelin e masterit. Djali i madh ka marketing, punon në një firmë në Oslo si shefi për analiza. Djali i dytë ka mbaruar ekonominë dhe udhëheqjen në Norvegji, plus ka studiuar një vit e gjysmë në Brisbane dhe ka punuar në Brisbane, Australi. Ka punuar 3 vite në ambasadën norvegjeze në Kairo. Tani në Kairo. Ka qenë ambasador apo? Nuk ka qenë ambasador, ka qenë sekretar i parë i ambasadës. I ambasadës. Tani punon në Ministrinë e Punëve të Jashtme ende. Vajza ajo që është, domethënë, që është ambitore, më e mira e gjithëve, ka mbaruar financat në Kopenhag. Se sugaresh i kështë lënë kështu? Si sugaresh, po. Apo të nëjtë taknojmë, një ditë kena me taknuat kongën sugaresh, nëna, apo baba e ka një e... Kishte me qenë një gjahë bukur. A? Kishte me qenë gjahë bukur. Po na ja marri me lënë pas një? S'ken që me bo. Je i lumtur me të arriturat e tyre? Jam jashtëzakonisht i lumtur, se janë jo vetëm që kanë kryer shkollimin, por janë në rrugë të drejtë. Janë në rrugë të mbarë, janë të disiplinuar, punëtor të mirë, dhe jam shumë i lumtur dhe i kënaqur dhe i falenderoj që më kanë realizuar ëndrrën time. Një familje e formsuar, sukses shumë, tash besoj që e lumtur, shumë e lumtur për këtë gjë. Po më ke thënë se ke investu pak edhe në Shqipërinë tonë? Më thonë të drejtën, kam pak investime, por kisha pa dëshirë që t'je modestu që mos... E lëmë, por ke investu. Se mu më intereson qysh mi u dhez juve, mu këthy me na investu. Se ju do një me ardhë me investu, me na bo feedback, me pas feedback për juve, po edhe me pas se... Më shëfqet, që është të vërteta, na jemi popull i vogël, po ka qikun ekonomik, për vehtën tonë e kemi të madhë. Veç me mujtë me shti kështu tamam akademiku i nderuar Jusuf Krasniqi, më thoshte, i thosha babës, mi tregot që të heqajet popullore, se shumë interesante. O bre birë, nuk ka ndonjë problem, veç duhet me mësu edhe mjeshtrin që si hujt e gardhit me i shti ku duhet. Se po nuk i fute ku duhet, kur gjo kot, nuk kanë kuptim. Po si do që tjetë këmë bo, pas me një kokën tim në regjel, rëndësi ka ta. Ato nuk do të nalen, do të ecin. A nuk po ngopësh me Shqipërinë tënde që ato që ke dëshiru? Kur? Në Shqipërinë kur nuk gopë. Do me thonë, ata s'kiqare pa e do kohën, pak në Norvegji, në Kosovë, në Shqipëri. Po, këto e ndaj, për të thëmë njën më të sinqert, më shumë kohë kaloj në Shqipëri, se sa që kaloj në Kosovë. Zonja nuk është pensionu akoma, jo? Jo. Do me thonë, dush me prit ato mu pensionu, që të ne me nejtë ma shumë. Në një vetë, po. Për krejt këtë, me gjithatë, një ide e filluar nga një mendje e shëndosh, që në rini, për një familje të shëndosh, për një familje në shërbim të kombit, për një familje në botën e shkencës, e realizuar. Do më thamë, shihet kjo, dhe unë kisha dëshirë të kisha musafir pikrisht për këtë gjë. Këtë do të falenderoj e? Shumë falenderit. Unë kam shumë njerëz për të falenderuar, por për të gjitha këto të arritura, mas shumë ti duhet të falenderoj bashkëshortën, e cila për pos angazhimeve të mia që kisha në gjitha anët, u tok ne u to andej, ajo arriti që me 3 fëmijë të punoj me orar të plot, nga njëherë edhe më shumë, të studioj
dhe të jemi këtu ku jemi, një falëndërim i madh. Mbështetja jote më e madhe. Mbështetja ime më e madhe ishte nga bashkëshortja. Si e ka emrin? Rukie. Rukijet, Duar Trokasi me të përqafojnë. Kaq mundemi për temës. Sigurisht edhe fëmijët bashkë me këtë. Çfarë mesazhe do t'ju jepet të rinjve shqiptar? Edhe në Kosovë, edhe në diasporë, ata që ndrojnë suksesin në arsim e në jetë. Gjithë, në qoftë se munda me përfshi të gjithë. Unë me qëllim kam qef me i përfshi të gjithë. Se sante e bëjmë një tregim të rrëfimit të suksesit. Ashtu është. Unë mesazhi im për rinin është mos të kërkojnë dritë nga largë. Ta kërkojnë dritën dhe ta ndërtojnë këtu në vendin e tyre. Nga largë, jo, po nga në vend, në atë dhej. Në atë dhej. Me kërku dritën këtu. Me kërku dritën këtu është drita. Me u zhvillu. Me u zhvillu, me eduku, me studiu dhe me lëviz për para. E ardhmja, mendoj unë, është të tyre. E ardhmja nuk pritet, ajo krijohet. Sa bukur e ke thonë, nuk pritet, ardhmëria krijohet. Zotëri nderuar, kam dëshirë titull shkencor me i potencu, se kam qef edhe për veten time, kështu me magjister, profesor i nderuar. Zotëri Shefqet, ishte knatësi që të kisha musafirë. Na këtë thënë gjërat bukura, një rrëfim shumë njerëzor, një rrëfim që unë kam dëshirë të dëpërtoj në çdo shtëpi, në të hapë çdo dritare. Edhe një tregimi mirë që nëse i bën këto gjëra do të kesh sukses. Ishte knatësi, faleminderit shumë. Knatësia ime ju falenderoj shumë për ftesën dhe suksese në kontinuitet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.